Mirë se po takohemi në këtë aktivitet me rastin e 12 gushtit, ditës ndërkombëtare të rinisë, e që praktikisht i bie në vendin tonë tjetë dita rreth 40% të popullsisë. Për te të qenit shifër, kjo na dëshmon se 30 të rejat janë vetë shoqëria në Republikën tonë. Derisa kjo aktivitet për ditën ndërkombëtare të rinisë shënohet me parullën Zëri i të rive në qendër, si qeveria e Republikës, me politikat qeverise, nëpërmjet programeve të ndryshme, masave, veprimeve të lloj-llojshme, sikurse edhe reformave në përgjithësi, e kemi dëshmuar që i duam të rritet të rejat, vajzat e djemt pikërisht në qendër. Kjo duke krijuar mundësi më të mira që nga rinia e hershme në shkolla nëpërmjet zhvillimit të sistemit dual të arsimit si orientim karrierë, duke krijuar një lidhje midis aftësimit profesional dhe tregut të punës. Për të vazhduar pastaj me arsimin e lartë falas, nga i cili kanë përfituar 10 mijëra student, shto këtu mbështetjen me më shumë se 18.000 bursa në vlerë nga 1.000 deri në 10.000 euro, nga viti 2021 deri në vitin 2026. Për të mos harruar edhe rritjen e vlerës së bursës nga 700 euro sa ka qenë në 1.000 euro sa është tani. Në këtë mbështetje përfshihen rreth 7.300 bursa në fushat STEM, shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematik, dhe ofër 9.700 bursa elitare për studentët me notë mesatare më të lartë se 9. Por edhe ofër 250 bursa në vlerë 7.500 deri në 8.500 euro për studentët e doktoratës në top 500 universitetet në botë. Gjithashtu janë financuar afër 700 student tonë të nivelit bachelor dhe master që kanë studiuar ose po studiojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Francë, Japoni, Hungari e në vende të tjera. Sikurse janë dhënë afër 107 bursa për studime jashtë vendit me vlerë maksimale të mbështetjes deri në 7.000 euro. Ndërkaq në vitin akademik 2025-2026 kemi nisur edhe mbështetjen për studime postdoktorale, duke i përkrahur 8 kandidat, prej tyre 6 gra e 2 burra. Në qeverisjen tonë kemi ndarë edhe rreth 2.000 bursa për nxënës të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, në vlerë të përgjithshme rreth 625.000 euro, si dhe 170 bursa për student nga këto komunitete në vlerë 1.000 euro, 92 djem, 23 vajza. Pra 3 fishim i mbështetjes në krahasim me të gjitha qeverit e kaluara marrë së bashku. Pra qasje e barabartë dhe arsim cilësor për rinin tonë është udhërrëfyesi i qeverisjes së Republikës. Për të kësaj kemi ofruar edhe programe, sikurse edhe masa e veprime konkrete, për lidhjen e tregut të punës dhe krijimin e kontaktit me punëdhënës potencial afatgjatë. Më shumë se 23.000 prej moshës 18 deri 29 vjeç janë punësuar përmes platformës qeveritare Superpuna, e cila për 6 muaj garanton pagën minimale nga shteti. Prej tyre 51% vajza, 49% djemë. Ndërkaq 10.500 biznese kanë përfituar nga kjo platformë kur i kanë punësuar këta të rinj. Tritet e reja tona të mirë edukuar dhe shumica prej të cilëve në tërësi edhe prej jush këtu e flasin rrjedhshëm së paku një gjë të huaj, natyrisht që përbëjnë një potencial të jashtëzakonshëm që veç se ka nisur të përmbushët sidomos në sektorin e eksportit të shërbimeve të teknologjisë së informimit dhe komunikimit, e ku janë punësuar tashmë 10 mijëra të rinj e të reja. Por mund të kapitalizohet natyrisht edhe më shumë se kaq. Më shumë se sa shifra, këtu janë dëshmi të një qasje qeverise që përveç se pashmangshëm janë e ardhmja, rinin e sheh edhe si të tashmen, me qenë se është një pjesë e madhe e çmuar e shoqërisë sonë. Pra, ne nuk i premtojmë rinis, ne zotohemi dhe realizojmë tash dhe këtu për të. Për 30 të reja tona, punojmë edhe në sektorin e kulturës dhe sportit, duke i shtuar aktivitetet dhe hapësirat, por mbase në veçanti për sportin, shumë më tepër për këtë, dhe më mirë mund të flasë Ministri i Sportit dhe Rinisë Blerim Gashani. Andaj, rini, urime ditën tuaj dhe mos hezitoni të komunikoni me ne, sepse ne jemi këtu për juve. Pra, për të rinjt dhe të rejat e Republikës së Kosovës pa dallim. Gëzuar e ju falenderoj.
Sot me 12 gusht shënojmë ditën ndërkombëtare të rinisë. Si Ministri e Rinisë dhe Sportit, kjo ditë është një mundësi për të ndalur pak, për të reflektuar dhe për të bërë vetes një pyetje që mendoj se duhet ta bëjmë shumë më shpesh, apo i dëgjojmë mjaftueshëm të rinjt kur flasim për të ardhmen e tyre dhe për të ardhmen e vendit tonë. Nëse flasim për të ardhmen e Kosovës pa i dëgjuar të rinjt, atëherë rrezikojmë të ndërtojmë një të ardhme pa i pyetur ata që do të jetojnë atë. Prandaj sot jemi të buar të flasim për rinin, por edhe më së shumti për ta dëgjuar atë. Dhe këtë shohim si një pjesë më të rëndësishme të ditës së sotme. Duhet ta shfrytëzojmë këtë mundësi edhe për të takuar me rinin, për ta dëgjuar nga afër, për të dëgjuar idetë e rinisë, shqetësimet dhe pse jo edhe kritikat. Sepse vetëm kështu mund të kuptojmë mirë se çfarë presin të rinjt prej nesh, e pikërisht për këtë arsye, këtë vit kemi zgjedhur që ditën ndërkombëtare të rinisë ta shënojmë edhe përmes iniciatives Zëri yt e ardhmja jonë. Tri pyetje shumë të thjeshta do t'u ashtrojmë të rinjve. Çfarë dëshiron të arrish në të ardhmen? Çfarë të pengon për të arritur këtë? Çfarë mbështetje të nevojitet? Janë tri pyetje të thjeshta, por besoj se përgjigjet e tyre mund të na tregojnë më shumë. Sepse pas çdo statistike për punësimin, arsimin, mobilitetin, pjesëmarrjen apo mirëqenien e të rinjve, qëndron një person, është një i ri me një histori, me një ëndër e me sfida konkrete. Është një i ri që ka një ide të mirë, por nuk e di ende si ta realizoj, është një i ri që ka talent, ambicie dhe vullnet, por përballet me pengesa që nuk varen vetëm nga puna e saj, është një i ri që dëshiron të udhtojë, të mësoj, të fitoj përvojë, të jetë vullnetar, të merret me sport, apo të ndërtojë një biznes, por ndoshta nuk e di ende se ku ta gjej mundësinë e duhur. Dhe pikërisht këtu e shohim përgjegjësinë tonë si institucione, jo vetëm të themi të rinjve bëhuni pjesë, por të krijojmë hapësirën dhe mundësitë që realisht ata të bëhen pjesë. Gjatë kësaj periudhe si Ministri e Sportit dhe Rinisë kemi punuar në këtë drejtim, kemi avancuar iniciativa që lidhen me mobilitetin e të rinjve, sepse besoj se një i ri duhet të ketë mundësinë të shkojë për te kufive, të mësojë nga përvojat e tjerëve, të krijojë kontakte dhe rrjete të reja dhe më pas të sjellë ato përvoja përsëri në vendin tonë. Përmes bashkëpunimit me partnerët tanë dhe instrumenteve si Karta Rinore Evropiane, Kosovo Generation Unlimited, duam që mundësitë për të rinjt të jenë më të qasshme dhe më të prekshme jo vetëm këtu në Kosovë, por edhe në Evropë. Por mundësia nuk është vetëm të shkosh diku, të udhtosh diku tjetër. Mundësia është edhe të kontribuosh aty ku je. Prandaj, edhe në kuadër të përgatitjes për lojrat mesatare Prishtina 2030, po punojmë për avancimin e platformës së vullnetarizmit si një nga vendimet e mia të para në krye të ministrisë, përmes së cilës të rinj nga Kosova, por edhe nga vende të tjera, do të kenë mundësinë të bëhen pjesë e këtij eventi të madh, më të madhit event që ka pasur Kosova. Është shumë e rëndësishme që vullnetarizmi të mos shihet vetëm si një angazhim i përkohshëm. Ne duam që puna të rinjve të njihet, të dokumentohet dhe të certifikohet në mënyrë që përvoja dhe koha që ata kanë dhënë të ketë vlerë edhe në rrugtimin e tyre profesional. Sepse kur një i ri jep kohën, energjinë dhe dijen e tij për një komunitet apo për një ngjarje të madhe, kjo është diçka që duhet ta vlerësojmë. Dhe kjo është mënyra se si besoj se duhet ta shohim rinin, jo si një grup që vetëm duhet ta angazhojmë, por si njerëz që kanë shumë për të dhënë dhe që duhet të krijojmë hapësirën për të na dhënë atë. Edhe sportin e shohim pikërisht në këtë mënyrë. Dhe për shumë të rinj, sporti mund të jetë pikërisht vendi ku ata e zbulojnë veten, ndërtojnë karakterin dhe mësojnë se çfarë do të thotë të punosh për një qëllim. Prandaj, kur po investojmë në infrastrukturën sportive, në programet rinore, apo në mundësitë për pjesëmarrje, ne nuk po investojmë vetëm në vende ku do të mbahen gara, por duam të investojmë në njerëz, në të rinjt tanë. Dhe kjo është arsyeja pse politika rinore nuk mund të jetë vetëm çështje e një ministrie. Nëse një i ri kërkon arsime të mirë, kjo është çështja e arsimit, nëse kërkon punësim apo dëshiron të ndërtojë një biznes, kjo lidhet me ekonominë, nëse kërkon mundësi për mobilitet, lidhet me bashkëpunimin tonë ndërkombëtar, nëse kërkon hapësirë për sport, aktivitet dhe zhvillim, kjo është përgjegjësia jonë. Nëse dëshiron të kontribuojë në komunitetin e tij, atëherë kemi nevojë për komunat,
organizatat rinore dhe shoqërinë civile. Prandaj, politika për rinin është përgjegjësi jona e përbashkët. E besoj se prania të gjithëve sot këtu, kryeministrit, kolegëve ministra, ambasadorëve, partnerë ndërkombëtar, organizata, bizneseve dhe mbi të gjitha të rinjve është një dëshmi e gjithë kësaj. Duhet t'i kemi të gjithë në të njëjtën hapësirë, sepse politikat janë më të mira kur i ndërtojmë bashkë me njerëzit për të cilat janë menduar. Dhe kjo është ajo që duam të bëjmë sot. Të krijojmë një hapësirë ku rinia mund të fletë drejt për drejt me ne, të njihemi me mundësitë që ekzistojnë, të bëjnë pyetje dhe mbi të gjitha të na tregoni se çfarë mund të bëjmë më mirë. Sot kemi edhe murin e aspiratave këtu, në pamjet e parë mund të duket thjesht si një mur ku do të shkruan disa dëshira, por dua ta shihni pak ndryshe, duam që ai mur të jetë një kujtesë për ne, sepse pas çdo fjale që do të shkruhet aty, është një iri që ka një ëndër, një synim apo një pritje. Dikush mund të shkruajë se dëshiron të bëhet sportist, dikush sipërmarrës, dikush diplomat, mjek, artist, inxhinier. Dhe pikërisht që këtu qëndron bukuria, por edhe forca e rinisë, sepse dikush ndoshta do të shkruajë diçka që ne as nuk e kemi menduar. Ata e shohin mundësinë edhe aty ku ne ndonjëherë shohim vetëm një sfidë. Prandaj përgjegjësia jonë është që këto aspiratat të mos mbeten vetëm fjalë të shkruara në mur, do të punojmë që ato të bëhen realitet. Pikërisht për këtë arsye, përgjigjet që do të marrim sot përmes iniciativës Zëri të ardhmja jonë nuk do të përfundojnë kur të mbyllet ky aktivitet. Do t'i mbledhim, do t'i analizojmë dhe do të përpiqemi t'i kthejmë në rekomandime konkrete për institucionet dhe partnerët tanë. Si ministri i sportit dhe rinisë, dua të them shumë sinqerisht, ne nuk i kemi të gjitha përgjigjet, por kemi përgjegjësinë të punojmë e të jemi aty. Ti dëgjojmë pyetjet, ti të kuptojmë pengesat të vështirësitë, të kërkojmë zgjidhje dhe të krijojmë më shumë mundësi. Unë nuk besoj se të rinjtë tanë duhet t'i shohim vetëm si ardhmja e këtij vendi, ata janë e tashmja e Kosovës. Janë sot në universitete, në tregun e punës, në sport, në art, në teknologji, në organizata, në biznese dhe gjithnjë më shumë edhe në institucionet tona. Dhe sa më shumë t'i përfshijmë sot, aq më fort do të jetë Kosova që do të ndërtojmë nesër. Prandaj, sot duhet ju ftoj të flisni hapur, na tregoni çfarë nuk po funksionon, na tregoni çfarë ju mungon, na tregoni çfarë duhet të bëjmë e të punojmë e ndoshta çfarë duhet të bëjmë ndryshe. Por na tregoni edhe se çfarë dëshironi të ndërtoni, sepse ne nuk duam një rini që vetëm pret mundësi, duam një rini që krijon mundësi. Dhe nuk duam vetëm të flasim për një Kosovë ku të rinjtë kanë perspektivë, duam të ndërtojmë një Kosovë ku të rinjtë shohin perspektivën e tyre. Dhe e dim se kjo kërkon punë të përbashkët. Kërkon institucione që dëgjojnë, kërkon partnerë që investojnë, kërkon një shoqëri që mbështet. E mbi të gjitha, kërkon të rinj që besojnë se zëri tyre ka vlerë dhe se pjesëmarrja tyre mund të sjellë ndryshim. Prandaj, në këtë ditë ndërkombëtare të rinisë, dua t'ju them, mos hezitoni të ëndrani më shumë, mos hezitoni të kërkoni më shumë, mos hezitoni të na sfidoni që ne të bëjmë më shumë. E ardhmja e Kosovës nuk është diçka që thjesht u ndodh të rinjve, është diçka që ne duhet ta ndërtojmë bashkë me ta. Edhe nëse sot arrijmë që një të ri ta bëjmë të ndihet i dëgjuar, një tjetër ta lidhim me një mundësi dhe një tjetër ta bindim se aspirata e tij është e mundur, është e realizueshme, atëherë ky 12 gusht ka pasur kuptim. Gëzuar ditën ndërkombëtare të rinisë, ju falenderoj shumë. Për fjalën dhe mbështetjen e tij. Faleminderit për
A shkojnë e thirë, ti thomë hajde shtu se... Me qashtu? Po, vesti në re.